nga Berati kalojmë në Sarandë, është Angela Lushka e ti. Angela, përshëndetje. Si është atmosfera në Sarandë në prag të festave të 28 dhe 29 nëntor, çfarë organizimesh ka përgatitur bashkia dhe jo vetëm për këto ditë? Përshëndetje thimi, padyshim që edhe në Sarandë ndihet e gjithë atmosfera e festave të nëntorit ashtu sikurse në gjithë Shqipërinë. Në fakt, këto ditë qyteti po ndjen gjallërinë e njerëzve, janë të rinjt, ata cilët kanë përfituar nga ditët e tyre të pushimit nga shkolla për t'u kthyer qytetit, por jo vetëm. Ndoshta nuk është fort e zakonshëm në këtë periudhë Saranda të ketë turistë, duke patur parasysh që zgjedhin vendet e Borës ose drejtohen Korçës apo Veriut. Gjithsesi, për këto 4 ditë nga e shtuna deri në të martë ka patur një numër të shumë prenotimesh, kryesisht nga shqiptar, janë nga Tirana, në masë të madhe cilët vinë për t'i kaluar këto 4 ditë të pushimit në Sarandë. Temperaturat në fakt janë të favorshme, Saranda vetëm gjatë mesjavës është përfshirë nga reshje shiu me intensitet lartë, ndërsa këto ditë janë me temperaturat ulta, por gjithsesi mjaft të mira për të pushuar e për të shijuar qytetin. Kjo i ka dhënë padyshim Sarandës një tjetër pamje për sa i përket gjallërisë në qytet, ndërsa për organizimet e 28-29 nëntorit në fakt nuk janë shumëta nga bashkia. Në datën 28 në orën 10 do të ketë në bulevard një ngritje flamuri simbolike nga ana kryetarit të bashkisë, ndërsa në orën 11 pastaj në sallën e kinoteatrit do të ketë një koncert të vogël festiv. Gjithashtu në datën 29 nëntor do të kryhen ashtu sikurse për vit vizitat në varrezat e dëshmorëve e pastaj një tjetër koncert festiv me fëmijët e qendrës kulturore. Pak a shumë këto do të jenë aktivitetet, nuk është se ka një mori të madhe aktivitetesh, ndërsa ndoshta më e bukur nga aktivitetet kulturore është ekspozita në Galerinë Art Saranda, aty ku janë ekspozuar piktura e skulptura të cilat vinë nga fondi i Galerisë Kombëtare për të gjithë publikun e gjerë në këtë ditë festash dhe jo vetëm, pasi ekspozita do qëndrojë hapur deri në datën 7 janar. Okej, Angela, në një pyetje të fundit, e pyeta gjithë kolegët, situata e motit, pra ti the vetëm fundjava ka pas probleme, ndërkohë që dje Saranda nuk ka pasur probleme me rreshtet e shiut dhe lundrimin në det. Jo, në fakt gjithçka sot është kthyer normaliteti. Ditën e djeshme ka patur shi, por jo me intensitet lartë. Saranda gjatë kësaj jave ka shënuar vetëm një ditë ku për shkak të rreshjeve të shiut me intensitet të lartë për më shumë se 60 minuta, qyteti është dukur sikur ka qenë në ujë, por me përfundimin e rreshjeve të shiut patjetër që gjithçka i kthehet normaliteti. Duhet patur parasysh themi vetë terrenin që Saranda ka, gjithë rreshjet e shiut shkojnë në det dhe nuk është se krijon problematika të mbartura pasi shiu përfundon. Kështu që situata është e mirë. Janë pak temperatura jo fort zakonta, për nesh jemi mësuar që dhe në dhjetor të kemi temperatura 15 apo 20 gradë. Kjo fundjavë është me temperatura maksimumi deri në 9 gradë, kështu që do duhet vishemi trash, por mund ta shijojmë Sarandën sepse ka diell. Angela Lushka, shumë faleminderit dhe ty, uroj dhe ty një diell sa më të mbar. Okej, shkojmë ndërprerje publicitare, do rikthehemi sërish në studio.